Departamenti i Arteve në Fakultetin e Shkencave të Edukimit organizoi ekspozitën e vizatimit me punimet të studentëve të vitit 2 bachelor në programin Pedagogjia e Artit në kujdesin e pedagogës Ermira Yahya. Një ndër ekspozitat e fundvitit të studentëve të Departamentit të Artit të vitit të 2 bachelor, të cilët po marrin pjesë në një detyrë të vizatimit, të lëndës së vizatimit, e cila titullohet Unë dhe qyteti. Kanë bërë shumë punime dhe kjo detyrë ka filluar qysh në muajin tetor të brumosës, me thamë, të mlidhen materiale, të mlidhen motivet, të aprovohet çdo detaj, çdo shikimi, çdo pikë vështrimit, të cilët këtë student i fotografuan ose i morën gjatë lëvizjes duke ardhur për në universitet, por edhe gjatë momentit të procesit të tyre krijues. Teknika është vizatim laps dhe karbon. Është menduar që të jetë e tillë, sepse karboni, punimi me karbon, është një teknikë e shpejtë dhe freskët, siç edhe rinia është e freskët. Përmes vizatimeve, studentët sollen këndvështrime artistike mbi jetën urbane, emocionet dhe marrëdhëniet personale me qytetin e hapësirë që i rrethojnë. Të mënu me bani në gjonat më kryesore të Shkodrës, cilën na dim se Shkodra është qyteti i biçikletave. Ja mënu me kap një detaj të vogël biçikletë, edhe me nxjerrë një gjatë bukur prej artit tonë që na karakterizon. Një ndër punimet e mia sot që kena bërë te ekspozita Unë dhe qyteti është punimi në të mojtën teme, e cila është paraqet figurën e një burri tradicional shkodran, pra sidomos e pjesa e krahinave. Në ceremoninë e çeljes së ekspozitës ishin pranishëm edhe rektori i Universitetit Turin Gjuraj, dekania e Fakultetit të Shkencave të Edukimit Eranda Bilali, si dhe shefi i Departamentit të Arteve Rubin Mandia, të cilët vlerësuan angazhimin dhe krijimtarinë e studentëve.